Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe OSBE ka mbërthirë sërish liderëve politik në Maqedoni që të marrin përgjegjësi dhe të japin fund krizës aktuale politike. Vendi juaj për momentin gjendet në një udhëkyç kritik. Kriza momentale po rrezikon aspiratat e qytetarëve për një të ardhme më të mirë, si dhe për stabilitetin e vendit. Duhet të ndërmerren hapa për shmangjen e ultimatumeve politike, pozicioneve fikse, si dhe të ketë ofrim rreth një dialogu të drejtë për drejtë dhe kompromisi për interesin e qytetarëve dhe të shtetit, theksohet në deklaratën e misioneve diplomatike në Shkup. Ndërkohë Parlamenti i Maqedonisë mori vendim që të angazhojë disa komisione parlamentare për të bërë ndryshime në kodin zgjedhor, që parashikon zgjedhjen e afatit të dorëzimit të kandidaturave për zgjedhjet vendore të 24 marsit. Ky afat do të shtyhet deri më 3 mars në mesnatë, por lidhja socialdemokrate e opozitës me njëherë ka bërë të ditur se ngu do të marrë pjesë në zgjedhje, edhe pas shtyrjes së afatit për dorëzimin e listave të kandidatëve. Arsyeja për bojkotin e zgjedhjeve sipas sekretarit të Lidhjes Socialdemokrate, Andrej Petrov, nuk ka qenë koha e pamjaftueshme për dorëzimin e kandidaturave, por regjimi diktatorial i VMRO-DPMNE.